Policia ka arritur të zbardhë 2 raste vjedhje të ndodhura me dhunë e armë në zonën e Kurbinit. Sipas bluve, si rezultati i veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale të ndërmarra menjëherë pas denuncimit të rasteve, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin në kuadër të operacionit policor të koduar Kapëll kanë bërë të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e njërës për autorëve të dyshuar. Në pranga ka rënë shtetësja Flogerta Koçi, 23 vjeç, banuese në Kruj, ku nga veprimet hetimore dyshohet se më datë 30 maj 2025 në fshatin Fush Mamurras, 23 vjeçaria në bashkëpunim me shtetasin Emilian Nikolli, 29 vjeç, banues në Mamurras, i shpallur në kërkim, kanë vjedhur duke kërcënuar me armë një shumë parash nga drejtuesi i një taksie, ku udhtonte si pasagjere Flogerta Koçi. Gjithashtu dyshohet se në datë 10 maj 2025, shtetasi EN i maskuar ka hyrë në ambientet e një karburanti në fshatin Fush Gjorm, ku ka kanosur punonësit edhe në bashkëpunim me Flogerta Koçin kanë vjedhur gjiron ditore të subjektit. Policia vion punën intensive për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit Emilian Nikolli, me qëllim vënien e tij para drejtësisë, ndërsa materiali procedurial janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme, për veprën penale, vjedhje me dhunë dhe vjedhje të kryera në bashkëpunim.